E kthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Kam tani në lidhje të drejt për drejt zotin Dritan Burgia, antari i Këshillit Bashkiak i djathtë në Durrës. Zoti Burgia, faleminderit për kohën. Mirë se vini në News 24. Sot keni qenë lajmi i ditës. Keni qenë lajmi i ditës sepse të gjithë sytë tanë ishin nga ju tek ajo se çfarë ndodhi përpara selisë së Partisë Demokratike. E kam fjalën këtu për atë ta quajmë protest tuajën lidhur me qëndrimet që ka mbajtur kjo forcë politike në raport me ju, duke ju përjashtuar nga antarësia e saj. Gjithsesi, ju vijoni qëndroni si antar të Këshillit Bashkiak të djathtë në Bashkinë e Durrësit. Zoti Burgia, si ka nisur e gjithë kjo gjë në raport me Partinë Demokratike? Kujtojmë këtu akuzat që janë hedhur ndaj jush, po ashtu edhe ndaj zotit Arlind Boshku në mos gaboj, se ju keni bashkëpunuar me Partinë Socialiste dhe madje keni përfituar prej saj. Siç mbajta qëndrim dhe sot, i përgjigjëstrova të gjitha akuzat e bëra nga lidershipi i Partisë Demokratike. Sa i përket pyetjes si ka nisur, unë do t'i bi pak më gjatë sot. Po, e ke gjithë kohën tënde për të kuptuar dhe ne se çfarë ndodh. Po, faleminderit. Pas 8 muajsh nga zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s, ku nuk piptinte asgjë në Partinë Demokratike deri nga Durrës, i vetmi person që na kontaktoi dhe na bindi që ne duhet fillojmë të vizim në të mirë të Partisë Demokratike ishte zoti Ervin Saljani. Duke qenë se ne jemi në kontakt gjatë gjithë kohës me antarësinë e Partisë Demokratike, kishim ankesa nga të gjithë që nuk po vjen me na taku njëri, nuk po lëviz gjë, nuk po bëhet analizë për pse u humbën zgjedhjet aq thellë, dhe duke qenë se i pari njeri që na kontaktoi nga kryesia e Partisë Demokratike, ta theksoj këtë, antari i kryesisë Partisë Demokratike, dhe pas takimit vendosëm që të ndërmarrim një hap, të mbledhim antarësinë e Partisë Demokratike, të shprehim njerëzit të lirshëm çfarë ndodhi dhe çfarë duhet bëjmë më tej. Të nesërmen e takimit Durrësit, zoti Berisha artikuloi për herë të parë që sallën e mbushi Ani Dyrmishi. Ani Dyrmishi ka qenë kryetari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, sot është deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Unë e njoh institucionalisht vetëm duke qenë se ishte kryetari i Këshillit Bashkiak. E mbushi Ani Dyrmishi apo Kysa Gasi, u përmendën emra, por pa i vu emrin se kush nga ne kishte punuar për Partinë Socialiste apo në shërbim të këtyre deputetëve. Dhe duke qenë e dëgjuam artikulimin e zotit Berisha, por me thënë të drejtën, gjëja fundit që do më shkonte në mend ishte që mund ta kishte në adresën time. Pse nuk ju shkonte ndërmend që mund ta kishte në ju? Po nuk më shkonte në mend kurse si, sepse më njeh i gjithë opinioni publik, më njeh edhe zoti Berisha vetë që edhe nuk e di se si mund të arrit të aludoj për një veprimtari time të tillë. Tani, zoti Burgia, ju keni marrë pjesë në takimet që zoti Saljani ka mbajtur me përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike edhe në Durrës, ku ka patur takime më herët? Në Durrës, zoti Saljani ke fjalën për periudhat? Se kuptova? Mund të ketë ndoshta një muaj ku zoti Saljani ka patur takime në Durrës, unë nuk e mbaj mend eksaktësisht kur ka ndodhur, po ai ka bërë takime. Pra, janë të bazuara në fakte këto ankesa, qëndrime të Partisë Demokratike në raport me ju, pra ju, ose keni përfituar nga Partia Socialiste edhe biznesi juaj, paktën kështu kanë dalë llafet, ose keni marrë pjesë tek lëvizja që zoti Saljani ose qëndrimi, takime që zoti Saljani ka mbajtur. Thjesht për ta sqaruar po ju pyes, sepse nuk si është e vërteta e kësaj gjë. Me zotin Saljani, foltorën Durrës e kemi zhvilluar, mbaj mend në nëntor të vitit shkuar. Dhe të nesërmen nga asaj dite është artikuluar, domethënë që sallën e mbushi Ani Dyrmishi apo diun kush tjetër. Po këtu nuk është çështje emrash, është zoti Saljani apo dikush tjetër. Këtu kemi të bëjmë me goditje
tonën për mendimin ndryshe. Unë jam shqyrë gjithmonë që mendimin tim e kam të lirë, e them ashtu si që mendoj, dhe si që mendoj unë që është e drejtë që duhet të them. Apo variantin për të ecur përpara në mënyrën më të mirë të mundshme sipas mendimit tim. Dakord. E ka luksin Partia Demokratike, duke e njohur ju mirë këtë forcë politike, ta bëj këtë gjë tani? Si me ju, si me shumë emra të tjerë? Se si jeni vetmi? Ky është absurdi në këto momente. Që në një periudhë ku jemi një vit larg nga zgjedhjet vendore, ku Partia Socialiste po mbledh strukturat e saj, po cakton drejtuesit politik, po ndoshta është në fazën që po përcakton dhe kandidatët, ne akoma merremi me njëri tjetrin, aq më tepër që po merremi me përjashtime. Rasti jonë nuk është izoluar, se ju jeni njerëz të mediave dhe i ndiqni zhvillimet. Rasti Elbasanit, rasti diçka u dëgjua për në mat, rasti dëgjova diçka për në Kamës, nuk jam i sigurt për këto, po më ndiqni? Po, ju ndjekim. Kishit një problem të vogël me figurën, po tani jemi okay. Po. Kjo dhe gjithë, siç po thoja më parë, gjitha kjo ka të bëjë me mendimin ndryshe. Partia Demokratike u themelua në 90-ën si parti e fjalës lirë. Dhe nuk kemi menduar kur që në 2026 të vim në një pikë për mendimin ndryshe të penalizohesh. Për sa i përket asaj akuzave që edhe juve i përmendët kështu flitet, nuk e di se si artikuluat, ne kemi përfituar nga Partia Socialiste. Ju kanë akuzuar, vetë Kampi Blu ju ka akuzuar se keni përfituar nga Partia Socialiste edhe biznesi juaj. Pastaj kanë qenë këto kundër replikat që jo, nuk është kjo e vërteta, po e vërteta është se kanë marrë pjesë në takimet që zoti Saliani ka mbajtur dhe kjo nuk i ka pëlqyer zotit Berisha edhe Partisë Demokratike. Kështu kanë dalë informacionet nga vetë Partia Demokratike. Sot me regji pata disa pyetje se në fakt kam kaq kohë që kërkoj fakte për cilat akuzohem, nuk kisha asnjë fakt që lidershimin e Partisë Demokratike e çuan deri në vendimin e shkarkimit. Sot, me thonë drejtën, mu iluminu pak gjëja, sepse... Kush e çoi deri në vendimin e shkarkimit? Kë akuzoni ju për këtë gjë? Unë akuzoj zotin Sali Berisha, aty është ndodh asgjë pa dijenin e zotit Berisha. Po thoja që pata u iluminova sot në lidhje me akuzat, sepse nuk isha deri sot kur isha aty përpara Selis, nuk isha asnjë akuzë konkrete për çfarë edhe si. Me regji, një nga gazetarët e oborrit Partisë Demokratike më bën pyetje për disa biznese të mia dhe në fakt do në fiasko aty sepse kanë aludu që unë kam përfituar nga bashkia apo nga pushteti. Po, me thonë drejtën, goditën iniciativën e lirë, goditën biznesin, nuk ishte kjo partia e idealeve të 90-s, ku në themelin në shtyllat kryesore ishin pronarët dhe ishte përndjekurit. Sot më jam shoku nga partia, mund ta prisja nga çdo njeri tjetër, mund prisja goditje siç ka marrë goditje në 13 vite në bizneset e mia, nga partia në pushtet, por nga partia ime këtë nuk e prisja kurse si. Jeni i zhgënjur zoti Burgia me sa